Mirë se erdhët në maratonën Blu Fest. Një maraton kombinimesh, emocionesh, ndjesish, ngjyrash, të vërtetash figurash të rëndësishme për qytetin e Vlorës, por të vërtetash dhe një rrugtimi të gjatë të 2025-s për Blu Televizion. Do të jemi bashk pikërisht më këtë ditë 31 dhjetor për të ndarë emocione, për të ndarë ndjesira, për të ndarë ritme jete, po për të pritur edhe 2026-ën. Bashk e nisim me një zonjush që nuk drejton vetëm televizionin, por drejton mbi të gjitha besimin e publikut, me qartësi, me vizion, por mbi të gjitha me këmbgulje për të arritur suksesin që sot e festojmë bashk. Dea Sanaj. Faleminderit. Faleminderit, Viola. Ne jemi bashkë edhe në këtë ditë, si çdo ditë të vitit, që ndajmë një punë konsistente. Por si ishte për ty 2025-a? Me më shumë përgjegjësi, sepse drejton një televizion ku nuk është vetëm televizioni, por është besimi i publikut. Po. 2025-a nuk ishte viti kur unë mora drejtimin e Blu Televizionit, por ishte viti që Blu Televizion u konsolidua si një televizion më i miri, mund të them, rajonal, minimalisht. Dhe 2025-a për mua, personalisht, pati emrin vetëm punë dhe Blu Televizion. Dhe kjo ka qenë 2025-a ime. Se ka marrë gjithë ritmin e jetës personale, me dedikim total. Ti, Viola, më mirë se kushdo, e di shumë mirë që puna në televizion është e tillë, është kërkuese, kërkon një konsistencë çdo ditë dhe kërkon punë pafund. Në qoftë se rikthehemi në ritmin e 2025-s, Dea, çfarë mund të bëhej më mirë sipas teje? Çdo ditë e 2025-s ka pasur gjëra që mund të bëheshin më mirë. Ka pasur gjëra për të cilat ne mund të kishim punuar më fort, ka pasur vendime të cilat mund të ishin marrë ndryshe, ndoshta për më mirë apo ndoshta edhe për më keq. Kështu që ishte një vit plot me pikpyetje, plot me vendime, por që sot jemi këtu dhe mund të them që çdo gjë ka shkuar ashtu siç duhet. Dhe u bë gjatë që po drejton një televizion. Padyshim që vizioni mediatik ndryshon, nga koha në kohë, ndoshta edhe me ngjyrat e qytetarëve apo me nevojën dhe domosdoshmërinë e tyre. Por, në kujtesën tënde, çfarë vlere nuk e sakrifikuar për të zhgënjyer shikuesin? Ku ke qenë aty dhe nuk ka negociata? Në fakt ka pasur disa kauza që kanë sjell qytetarët për të cilat Blu Televizion dhe unë normalisht bashkë me të i kemi shkuar deri në fund. Mund të përmend një të moshuar të braktisur, rast të cilin e kemi trajtuar së bashku, mund të përmend disa familje në vështirësi ekonomike në Selenic, mund të përmend dhe viti 2025 ishte një vit zgjedhjesh dhe për të cilat Blu Televizion ishte i angazhuar plotësisht. Të gjithë gazetarët, operatorët, montazhierët bën një punë të mrekullueshme për të ndjekur edhe pjesën e zgjedhjeve qendrore, kështu që dhe një falënderim i veçantë për ta. Pra, 2025-a ka pasur shumë momente kulmore në të cilat televizioni ka kaluar me sukses. Drejton histori, drejton emocione, e tillë është vetë drejtimi i një televizioni. Ka ndryshuar vizioni yt nga viti në drejtim në një tjetër vit drejtimi? Si e shikon? Po bëjnë gati 2 vite në mos gabojnë në drejtimin e këtij televizioni? Po bëjnë gati 2 vite. Viti 2024 ishin hapat e fillimit të Blu Televizion. Ishin ato hapat e para, por shumë të rëndësishme, ndërsa 2025-a filloi zhvillimi me hapa galopant, duke ecur drejt asaj që ne jemi sot. Faktikisht, unë duaj edhe një mesazh urimi, por para se të kaluhet e mesazhi urimi për gjithë shikuesit e Blu Televizion, dhe janë të shumë në numër, ne shikojmë vëmendjen e tyre edhe në rrjetet tona sociale, por jo vetëm. Rëndësi për neve është që të përqafohet ekrani Blu Televizion për punën e vazhdueshme, por edhe për pasionin që kemi për të transmetuar të vërtetën tek e fundit. Ndjenjat festive i përjeton çdo ditë të vitit apo janë më të forta në këtë fund vit? Si janë për ty personalisht? Për mua personalisht ditët e fundit të vitit kanë emocione më të mëdha, reflektime më të mëdha dhe absolutisht
ndjenja më të forta, janë momentet në të cilat unë preke më shumë, jam më emocionale, reflektoj mbi çfarë ka kaluar për vitin, vendos ato pikat e mia të qëllimeve që dua të kem për të ardhmen, për vitin e ardhshëm, dhe kështu i përjetoj unë të paktën ditët e fundit të vitit dhe të festave. Dhe nga biseda të dashur shikues që neve dhe bëjmë përdit me njëra tjetrën, dhe ka qëllime jo galopante për vete, por edhe me përpikmëri. Do na i ndash edhe neve ato qëllimet për dean, pastaj tek çfarë do dea për dean? Për vitin 2026 do t'i uroja vetes projekte të reja, sfida të reja, histori të bukura që të frymëzojnë dhe të vazhdohet kjo rrugë që është nisur në këtë lloj mënyre për të arritur një objektiv madhor. Përpara se unë të lë hapësirën të them televizive për të uruar shikuesit, edhe unë kam një falënderim për ty, e bën më të lehtë punën në televizion, përveç se më të bukur, edhe me dëshirën dhe me pasionin, por edhe me bashkëpunimin që në çdo kohë je e gatshme. Unë jam shumë e lumtur që kjo gjë është kështu dhe jam shumë e lumtur që të gjithë ne si staf kemi arritur një bashkëpunim shumë të mirë me njëri tjetrin, sepse kjo është një nga gjërat më të rëndësishme dhe është thelbësore për të ecur para. Tani shkojmë te kurimi për 2026. Për 2026 vetes, ty, stafit, familjarëve dhe të gjithë shikuesve dua t'ju uroj gjithë mirësinë e botës dhe çfarëdo që t'ju doj zemra, vetëm kaq. Unë të falenderoj shumë që jeni së bashkë. Do të jetë një maraton e gjatë. Dhe unë po të lëm me të gjithë të ftuarit. Do të ndajmë vërtet të gjitha emocionet e tyre, ndoshta dhe momente ku mund të kishim bërë më mirë, ndoshta në këtë vit, por që e kemi një shansin fal Zotit që në 2026 të jemi më empatik, të japim më shumë dashuri, por mbi të gjitha, ta fillojmë nga vetja për të pasur arsye për të buzëqeshur dhe për të përqafuar jetën. Pas pak.